Merita Lili është quajtur me të drejtë birbili i këngës popullore shqiptare. Me një zë, po aq të ëmbël si dikur, Merita vijon të kënaq ardashësit. Ato që e njohin nga afër, shprehen se Merita nuk është vetëm një këngëtare e mirë, por edhe një njeri i jashtëzakonshëm. Ajo ka ndihmuar shumë shqiptar në Amerikë që kanë qenë në hapat e parë të karrierës së tyre muzikore dhe sa i ëmbël është zëri i saj, po aq i butë është edhe shpirti i këngëtares. Prej vitesh, Merita me familjen vijon të jetojë në Amerikë. Çdo gjë në jetën e tyre shkonte mirë, deri në momentin kur ajo u zgjua dhe pas se fytyra i ishte skuqur plotësisht dhe një pjesë e saj ishte enjtur. Më pas, kjo skuqje po përhapej në pjesë të ndryshme të trupit. Këngëtarja tha se shkoi për të vizituar në Amerikë dhe se për 2 vite mjekët nuk po i vinin dot një diagnozë për sëmundjen dhe nuk po mundej të merrte asnjë lloj mjekimi. Ajo tha se po bënte konsulta dhe analiza të vazhdueshme për 2 vite rresht, sepse mjekët nuk po munden të gjenin diagnozën nga se vuante. E lodhur nga kjo gjendje, Merita vjen në Shqipëri për të kryer një vizitë tek një mjek i vjetër shqiptar që ja kishin rekomanduar. Ajo tha: "Vi në Shqipëri, bëj takime me doktorin dhe i them simptomat, dhe me vete kisha një kuti, një pjesë biopsie që kisha marrë në Amerikë. Kur më dëgjoi me vëmendje doktori më tha: "Shko tani dhe hidhe në koshat e që ke në dorë." U shtanga, por bëra si më tha doktori. E më pas, ai me qetësi më shpjegoi se në bazë të atyre që i kisha thënë, unë kisha lupus, kjo një sëmundje e rrallë. Më pas, më dha mjekimet dhe ka vite që e mbaj sëmundjen nën kontroll me ilaçet që më ka dhënë mjeku shqiptar. I jam mirënjohës mjeku shqiptar që më diagnostikoi vetëm me një vizitë, ndërkohë që për 2 vite rresht në Amerikë kam bërë analiza pafund dhe mjekët atje nuk mundën të gjenin se nga se vuaja. Kam mbetur e befasuar se zgjidhjen e gjeta në Shqipëri shumë më shpejt nga sa prisja. Tani, sëmundjen e kam nën kontroll dhe mund të vazhdoj jetën normalisht.